Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ja si të largoni dhimbjet e nervit shiatik vetëm me një lugë nga kjo. Trupi i njeriut ka shumë nerva dhe më i gjati është nervi shiatik. Ky nerv shkon deri në pjesën e poshtme të këmbëve dhe është përgjegjës për shumë lëvizje të mëdha dhe të vogla. Ky nerv është shumë i rëndësishëm për lëvizjen, prandaj është e rëndësishme që të mbajmë të shëndetshëm dhe gjithashtu fleksibël gjatë gjithë kohës. Megjithatë, ky nerv mundet që të bëhet me të vërtetë i irrituar dhe të shkaktojë shumë dhimbje. Inflamacioni zakonisht pasohet nga një ndjesi djegje, ndjesi shpimi në shpinë dhe në këmbë dhe në dhimbje intensive. Çfarë mjekët zakonisht thonë për të trajtuar dhimbjen është ajo e pilulave dhe ndonjëherë edhe kirurgji, por ju duhet të dini se dhimbjet e nervit shiatik munden të trajtohen natyrshëm me disa mjete të cilat nuk shkaktojnë asnjë efekt ansor. Mënyra më e mirë për t'ju ndihmuar të largoni dhimbjet në shpinë dhe në këmbë, mjekimi antishiatik që ne po prezantojmë sot është shumë i lehtë për të përgatitur dhe gjithashtu jep rezultate me të vërtetë të mira. Përbërësit kryesor që duhet të përdorni janë qumshti dhe hudhra. Këto kanë veti antiinflamatore dhe do t'ju ndihmojnë që të hiqni qafe, dhimbje në shpinë dhe në këmbë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 lp hudhër, 1 filxhan qumësht orizi ose qumësht bajame dhe mjalt. Përgatitja: së pari pastroni hudhrat dhe vendoseni në blender për të marrë një pure. Pastaj shtoni qumshtin dhe mjaltin dhe përzjeni gjithçka së bashku. Ndajeni përzierjen në 2 pjesë dhe i konsumoni ato 2 herë gjatë ditës. Kjo përzierje ka shumë vitamina dhe minerale si për shembull vitamina A, B1, B2, B6 dhe C dhe gjithashtu magnez, kalcium, zink, selen, bakër, proteina, flavonoide, antioksidantë dhe shumë enzime të tjera. Përveç kësaj, ajo do t'ju ndihmojë me dhimbjen e nervit shiatik. Ai gjithashtu do të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe nga ana tjetër do t'ju ndihmojë ju me ftohjet, gripin dhe me azmën. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh se përzierja do të pastrojë arteriet nga kolesteroli dhe do të ndalojë problemet kardiovaskulare, do të ndihmojë me mëlçinë dhe kolitin. Përbërja gjithashtu duhet të përdoret rregullisht dhe rezultatet do të jenë të dukshme në shumë pak kohë. Vuani nga nervi shiatik, atëherë këto janë recetat natyrale që do t'ju vinë juve në ndihmë. Problemet me nervin shiatik zakonisht vijnë si pasojë e ngritjes së peshave të rënda, ndryshimet në shtyllën kurrizore, mbi pesha, jeta pasive dhe qëndrimi ulur për një kohë shumë të gjatë. Nervi shiatik dhe dhimbjet e tij gjithashtu trajtohen me një ndihmë mjekësore, por krahas tyre ekspertët rekomandojnë edhe disa kura natyrale terapeutike. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj luftojnë inflamacionin dhe gjithashtu e zbusin irritimin e shkaktuar tek nervi shiatik. Masazhojeni zonën e dhimbjes me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës duke formuar lëvizje rrethore për 10 minuta. Këtë masazh ju duhet që ta bëni 2 herë në ditë. Gjethet e lakrës. Vlerat terapeutike të lakrës janë gjithashtu funksionale edhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendoseni ato në zonën e dhimbjes. Mbajini për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Vaji i xhenxhefilit. Vaji esencial i xhenxhefilit lufton gjithashtu inflamacionin. Kur aplikohet në lëkurë, ai shkakton një ndjesi nxehtësie, e cila arrin që të poshtë dhimbjen. Hidhni pak vaj në pëllëmbët e dorës dhe masazhojeni zonën që ju dhëmb. Masazhi duhet që të zgjasë për
8 deri në 10 minuta. Këtë masazh ju duhet që ta bëni çdo ditë derisa kjo dhimbje e tmerrshme të largohet. Hudhra. Hudhra përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe nga ana tjetër ajo arrin që të eliminojë edhe dhimbjen. Hani një thelpi hudhër esa në mëngjes ose përpara se të bini për të fjetur. Ky vaj përdoret kundër disa lloje dhimbjesh. Ai aplikohet në lëkurë dhe fal masazhit. Ai përmirëson edhe qarkullimin tuaj të gjakut. Masazhi me këtë vaj efikas duhet gjithashtu që të zgjas për 10 deri në 15 minuta. Ai nuk duhet që të jetë i fortë dhe duhet përsëritur të paktën 2 herë në ditë. Thoni lam të mirë dhimbjeve të nervit shiatik me këtë recetë natyrale. Dhimbjet e nervit shiatik munden që të ndikojnë në të gjithë trupin tuaj. Ata që vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm se kjo është një dhimbje e tmerrshme, por ka një lajm të mirë e përfaqësuar nga një ilaç natyral i thjeshtë i cili mundet gjithashtu që të ndihmojë që çdo gjë të bëhet më e durueshme, madje edhe për të zhdukur dhimbjen. Vetëm ndiqni këto udhëzime me kujdes dhe kështu ju do të shkoni në zero dhimbje muskulare tipike të inflamacionit të nervit shiatik. Para se ju të shkoni në shtrat, ju sugjerojmë thjesht të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ose në një bazen ku ju mundet që të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht, temperatura duhet që të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak uthull dhe krip në ujë dhe aty fusni këmbët tuaja duke e lënë këmbët derisa uji të ftohet. Pastaj lani këmbët tuaja dhe thajni me një peshqir dhe kështu më pas shkoni drejt në shtrat duke u përpjekur për ta mbajtur zonën të ngrohtë. Ditën tjetër vazhdoni të bëni të njëjtën gjë përsëri dhe kështu ju do të shikoni se rezultatet do të jenë fantastike. Menjëherë mbani mend që të vendosni çorape ose gjëra të ngjashme dhe të mos i mbani këmbët tuaja më të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përgatitja e kësaj procedure për 6 muaj do t'ju ndihmojë ju në luftën e këtij problemi të dhimbjeve të nervit shiatik dhe gjithashtu për sa i përket inflamacionit të nervit shiatik. Ju mund ta vazhdoni këtë metodë edhe kur dhimbja juaj bëhet akute. Masazh me vajra. Për këtë ju mundet që të përdorni vaj susami ose arë kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë si për shembull livando. Në fillim ju duhet që të përqendroheni në kyçet kryesore të trupit. Mundet të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bërryla dhe parakrahët. Më pas ju mund të vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, në gjunjë dhe gjithashtu në thembra. Më pas duhet të provoni terapinë e ftohjes dhe të ngrohjes. Alternoni terapit për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes ju mundet që të përdorni kubik akulli të vendosur në peshqir. Kërkojini një pjesëtari të familjes t'ju masazhojë shpinën me alkol. Para se të nisni masazhin, pastroni lëkurën fillimisht dhe më pas spërkateni pak alkol dhe filloni ta masazhoni lëkurën tuaj me kujdes. Zgjini 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni që të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër. E njomni tek përzierja dhe aplikojeni në pjesët ku keni dhimbje. Provoni të flini në pozicionin e fetusit duke vendosur një jastëk mes gjunjëve. Nëse flini me shpinë, vendosni një jastëk poshtë gjunjëve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!